Përshëndetje miq, këtu ju kam sjell bukë me 2 lloj mielrash, miell misri e miell gruri me proteina të larta. Manitoba quhet këtu. Doli vërtet fantastike. Unë këtë recetë e kam përgatitur dje, kur erdha nga puna, nuk isha bukë dhe thash po përgatis një bukë të shpejtë. Pastaj, për të përgatitur bukë ka shumë lloj mënyrash, gjeni receta të ndryshme në kanalin tim YouTube. Unë këtu për këtë bukë kam përdorur brumatrice për shpejtësi, 650 gram miell Manitoba me proteina të larta dhe 200 gram miell misri. Përzi mirë. Në një tas 600 ml ujë temperaturë dhome dhe ja shtojmë pak nga pak ujë duke e rrafur me brumatrice. Nëse nuk keni brumatrice, mund ta rrafim me duar. Në tas lejmë pak ujë dhe shtoj majan e birrës. Unë i kam hedhur një pako maja birre të freskët për arsye se kam përgatitur bukën me shpejtësi. Nëse e lejmë bukën 3-4 orë, i hedhim vetëm 7-8 gram maja, nuk ka nevojë më shumë. Pasi kemi hedhur majan edhe ujin, lejmë pak maja e ujë në një tas dhe shtojmë një lugë gjelle krip, e trazojmë mirë kripën derisa të shkrijë dhe ja shtojmë brumit. Mbasi kemi përpunuar mirë brumin, shtojmë 50 ml vaj ulliri pak e nga pak. Dhe ky është rezultati derisa të shkëputet brumi nga tasi. Luajmë tavolinën me vaj ulliri, i japim brumit, një palosi nuk ka nevojë dhe hedhim në një tas të lyer me vaj ulliri e lejmë 1 orë. Ky është rezultati mbas 1 ore. E hedhim në një tepsi të veshur me letër furre të lyer me vaj ulliri. E spërkasim sipër me miell misri. Do të tregoj dhe pakun e miellit, e kam bler tek konat, miellin e misrit. Dhe direkt në furrë të paranxehur me 250 gradë për 15 minuta. Ulim temperaturën me 200 gradë dhe vazhdojmë pjekjen për 30-40 minuta. Mbulojni me një letër sipër gjatë pjekjes, si mos digjet sipër. Unë kur e nxora nga furra e spërkata pak me ujë, e mbulova me një picet kuzhine. Ky është rezultati. Tu kam gabuar pak me videon, për megjithatë flet puna vet, buka ka dalë shumë e mirë, më pëlqeu shumë. Dje përgatita dhe tarator. Këtu të ngrohtë shijova pak me vaj ulliri dhe u kënaqa. Shpresoj që t'ju pëlqej dhe ju uroj një mbasitje të këndshme të gjithëve. Ciao.